I dënuar më parë një shtetas Bangladeshas me precedent penal është riadesuar drejt vendit të origjinës nga qendra e riadesimit në Xhadër. Emigranti i parë i huaj që qëndronte në këtë strukturë. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i brendshëm i Italisë përmes një postimi në Facebook. Riadesimi i parë nga Shqipëria i një shtetasi të huaj në qendrën e riadesimit në Xhadër. Operacionet e riadesimit të emigrantëve të parregullt do të vazhdojnë në ditët në vijim, siç parashikohet nga strategjia e qeverisë për një veprim më efektiv për të luftuar imigracionin e paligjshëm, njofton ministri italian. I riadesuari është një 42 vjeçar nga Bangladeshi, i ardhur në Itali në vitin 2009 dhe i dëbuar për shkak të rrezikut social. Ai ka disa dënime të mëparshme duke përfshirë një episod të rënd të dhunës në familje. 40 emigrantë shëmbërritën në Shënxhin me anijen libra në 11 prill, o është refuzuar azili në Itali, pasi janë konsideruar kontingjent kriminal. 39 të tjerë do të qëndrojnë në kampin e Xhadrit derisa të riadesohen në vendet e tyre të origjinës. Afati maksimal i qëndrimit në Shqipëri do të jetë 18 muaj. Fillimisht, kampi i Xhadrit ishte konceptuar për të strehuar përkohësisht azilkërkuesit e shpëtuar në det nga anijet italiane, por me dekretin e ri të qeverisë Meloni, Xhadri do të shërbejë si qendër ndalimi për emigrantët që nuk kanë më të drejtë azili dhe presin deportimin në vendet e origjinës.